Allah. Isha I vogël, klasë e dyta, e treta, që ashtu diqysh. Edhe shkova në xhami më falë. Mirë, po kur shkova në xhami, pas një dovë se disha. Ato këneshin dova, dishin, bishin, uqojshin, dova tamam. Pengoj hoxhën, a I po kënëndova o me zatë madhe me një kitë gjemati. Po kënëndova, edhe dikura. Thash, hej bre, shka me bo bre, qysh këto po di në unë s'po di, shka pas në arto kur s'di. Kur tu menu, thash. Po hajt bre, ta qes një do për vete, thash se s'bont kja mejt. Edhe, u e gja po kënën aton me zonë. Mo në sekundi që në xhami hoxha do të me kënu me zonë, jo qenë. Të kujtu që onë do të me kënu me zonë. Tja nisa me qit një do për vjetit. Edhe me zonë. Ashtë, lahi, disvetahi, e pa, pa e la, pa amin, pa talkim, I hapi syn, sa një zhapim. Hoxha se kur ka të kënum, ish habitu mgue, ku kja ka njës me kesh, ja prisha namazin. A mos se këndi që hoxha të raj. Edhe të kesh, por rria lau të faj. Ku të ka arte orë, ku të ma ka fut një shkelim. Tup! A për cëllit koran e ke mësu këta, bre, tha. A prej koronit drejt që ta e ke mësu, ha? Thashe dhe gjefene, thashe në s'po di dova, thashe, hajtë thash ta qes një dovë, thash mu falë. Edhe e hongra një shkelim të mirë, dhe gjali, po të jo në qesh një dovë, në me zonë, mos me pazon, mos me të një kërkosh, po në me zonë. Loj, disfetaj, pa la, pa amin, pa talkin, e hapi sytë sa një zhapim. Do kështë që jo gjematit ja prisha namazin, edhe hongra një shkelim. Dhe që shto, kur zde, shka po shkën xhami? Xhamia në kom me shku aty me qitën dova pi vjetit. E strajk fëlla se po në la po njëri atë xhami gabon shka s'po bajke.